Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin javor nga data 3 deri më data 9 gusht 2026. Kemi një javë me ndryshime, rregullime, startime, gjëra të shumta që ndikojnë diktojnë. Por le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave, çfarë ndodh dhe çfarë duhet të bëjmë dhe ku duhet të bëjmë kujdes mbi çështjet që neve na rrethojnë. Kemi datën 3. Data 3 do të thotë ndikim, do të thotë reflektim mbi ato që neve kemi dhe duam të rregullojmë. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme astrologjike sepse kemi ndikimin më të madh në fushën e punës, të karrierës, të ndryshimit të madh, sepse është një fenomen kryesor i cili ka peshë të madhe në lidhje me të shkuarën dhe rikthen, ndryshon shumë gjëra në fushën e punës. Ndikojnë shumë shenjat fikse, siç është Demi, Akrepi, Luani, Ujori, sidomos të 10 ditësh të parë. Veçanërisht ndikimi në anën ekonomike, sepse ajo që do të kemi, këto shenja mund të përballen me një çështje që duket e vogël, por prek shumë thellë disa çështje të tjera. Një fjalë, një refuzim, një kujtim, një çështje ekonomike, një pasiguri, një marrëdhënie që prek ndjenjen e vlerës. Për Demin, kjo është personale dhe lidhet me ndikimin e madh të vetvlerësimit dhe të rregullimit. Për Akrepin lidhet marrëdhëniet, partneritetet e kaluara që është e hidhur dhe e tashmja është lumturia, do jetë mundësia. Për Luanët lidhen me karrierën, lidhen me ndikimin, me ndjesinë emocionale. Shenjat e tokës dhe të ujit, sidomos Virgjeresha, Bricapi, Gafori dhe Peshqit në fillim të shenjës, mund të përjetojnë këtë si mundësi, si shërim, jo thjesht si provë, sepse astrologjikisht kjo ditë është shumë e mirë për sa i përket mundësive, rishikimeve, planeve afatgjatë që kemi dhe rezultate të shkëlqyera në të ardhmen. Ndikimi më i mirë do të thotë edhe për lidhje me marrëdhëniet, sepse ka të bëjë dhe me kujdesin e lidhjes dhe të vazhdimësisë, sepse nuk është ditë për të riskuar, por apo të shmangim disa gjëra që nuk na duhen. Larg jo kokërfortësi, fjalët që lëndojnë, vendimet nga pasiguria, shpenzimet për të ndjerë vlerë, krahasime, xhelozie dhe forcë ndaj të tretëve dhe mundësi. Prandaj kërkohet kujdes, kërkohet vëmendje dhe dita kërkon përgjegjësi emocionale. Do të jetë pak a shumë ajo çka unë dua e kërkoj, po e kërkoj në bazë të gjërave dhe jo të shpejtësisë, sepse më duhet tani dhe duhet ta kem. Do të pasur kujdes kur e kërkojmë dhe çfarë duam neve për bërë blerje, për bërë gjëra të kësaj natyre. Kemi datën 4. Data 4 gush është dita e parë e ndikimit dhe e mundësive, e kohës dhe e dashurisë. Ndikimi më i madh është ndikimi i punës dhe i karrierës, sepse disa gjëra mund të mos jenë aty ku duhet, por janë aty ku kërkohen. Dhe kjo do të thotë një nga mënyrat dhe mundësitë që mund të lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen dhe me ndryshime të mëdha që do të kemi në anën tjetër. Por me vëmendje më të madhe dhe kohën në fakt se nëse do të kemi disa çështje bankare që duhet t'i mbyllim, t'i zgjidhim, do të bëjmë shumë kujdes sepse ndryshe flitet, ndryshe gjykohet. Prandaj kërkohet vëmendje në këtë drejtim. Dita e Mërkur, dita e 5 e gushtit, ka karakter përmbyllës sepse afërdita ndodhet në fund të ndikimit të fazës tek marrëdhëniet, paratë dhe ndikimi i blerjeve dhe i shitjeve. Tregon kujdes, tregon mundësi, tregon ndryshim dhe jo vetëm. Disa kërkesa të rëndësishme janë ato të punës dhe të ndërtesave që mund bëni ose në lidhje me ndërtimin, është fjala dhe për të korrigjuar disa çështje nga e kaluara. Me pak diplomaci do t'ja dilni. Më të ndikuar janë Virgjeresha, Peshqit, Binjakët, Shigjetar, sidomos të 10 ditësh të tretë. Sepse afërdita në fund të Virgjereshës aktivizon gradën e fundit të shenjave të ndryshueshme. Kjo mund të sjellë sqarime në marrëdhënie, lodhje dhe shklodhje nga ana tjetër. Shenjat e tokës, Demi, Virgjeresha, Bricapi mund të përdorin ditën më praktike, organizimin më të mirë. Shenjat e ujit, Gaforia, Akrepi, Peshqit mund të marrin ndihmë në sqarimin dhe ndikimin më të madh që do të kenë tani tutje, sepse lidhet me marrëdhëniet, lidhet me funksionimin, lidhet me punën, lidhet dhe me ndryshimet. Në marrëdhënien dita kërkon kujdes dhe afërdita në Virgjereshë mund të bëjë që ana ekonomike financiare të lidhet shumë me atë që kemi. Nëse doni të rregulloni diçka, mos e nisni me ti gjithmonë ose ti kurrë. Niseni me nevojë,
se kjo do thot nevojët konkrete. Për i bashkim dita mund të jetë e mirë, për të kuptuar çfarë nuk funksionoi, por jo për të bërë premtime romantike pa plan. Për nënshkrimi marrëveshjes dhe çështje politike, praktike, mundësi, politik do thot biseda të rëndësishme në punë të mëdha. Jo me politikanë, ose keq kuptoni. Në lidhje me disa nënshkrime që do të bëhen, është rrethësisht e mirë sepse nëse një dokumentet janë të qarta dhe nëse nuk kanë citim. Afërdita në fund të virgjëreshës ndihmon edhe shihni detajet dhe po mund të sjell edhe me ndikimin e një analize shumë të rëndësishme. Për blerje të mëdha duhet maturi. Për blerje praktike dhe të nevojshme dita mund të jetë e mirë. Për gjëra të tjera janë pozitive. Duhet të shmangni kritikat e ashpra, perfeksionin, vonesat nga analizat e tepërta, marrëdhëniet ku dashuria matet vetëm me ndjeshmëri dhe ndershmëri. Shpenzimet dhe nga ankthi në nënshkrimet pa lexuar detajet dhe vendimet duhet me patjetër të lexoni, sepse duhet, jo sepse janë të drejta. Sot kërkohet përmbyllje praktike, jo dramë emocionale. Kemi ditën e ndikimit dhe e gjërave të mëdha, që do thot data 6 gusht. Data 6 gusht është një ditë shumë e rëndësishme në fushën e astrologjisë, sepse Afërdita futet në peshore në orën 21:13. Afërdita është planeti i dashurisë, i marrëdhënieve, i bukurisë, i kënaqësisë, harmonisë parave dhe e vlerave. Në peshore Afërdita është një nga pozicionet e saj më të forta, sepse peshorja është shenja që ajo sundon. Kjo do thotë se nga kjo ditë hapet një fazë më diplomatike, më sociale, më estetike dhe më e orientuar drejt marrëdhënieve, bashkëpunimeve dhe pajtimeve në marrëdhënie apo dhe marrëveshje të mëdha. Kemi gjatë pjesës së parë të ditës, Afërdita është ende në fund të virgjëreshës, prandaj mëngjesi dhe pasdiqja kanë karakter praktik, më analizues, më korrigjues dhe pas hyrjes në peshore atmosfera ndryshon. Dashuria kërkon më shumë elegancë, marrëdhënie kërkojnë drejtësi, bashkëpunimet kërkojnë ekuilibër. Konflikti mund të zbutet përmes diplomacisë. Është mjaft ndikuese dhe mjaft e rëndësishme gjëra që duam të bëjmë, sepse ato marrin shumë peshë. Më të ndikuar nga hyrja e Afërditës në peshore janë shenjat si peshorja, dashi, gaforia, britsjapi, sidomos të ditësit parë. Fillimisht ata me ndikimin që kanë të bëjnë në shenjat kanë përballë për peshorën ku sjellin ndikimin dhe mundësinë, që është e rëndësishme, dhe vendime që ata kanë, sepse në një farë mënyre juve ndikoheni, por varet se sa juve keni të bëni me disa takime, me disa bisedime që të lëna pas dore dikur, por edhe disa gjëra të tjera që do të jeni tani atutje, ku është edhe puna dhe mundësia juaj. Ajo është një ndikim shumë i mirë, sepse lidhet me punën, lidhet me marrëveshjet ose ndryshime. Për nënshkrimin dhe marrëveshje, dita mund të jetë e mirë sidomos për kontratat që kërkojnë diplomaci, partneritet dhe marrëdhëniet me publikun, ndërmjetësimi, bashkëpunimi, lidhjet problematike, sepse kur kemi për shembull jemi ndarë dhe kërkojmë lidhje me të dashurën dhe dashurën tonë. Dhe në pamundësi të zgjedhim me njëri tjetrin, futim dikë që është i përbashkët dhe imi dhe i të dashurës. Kjo zgjidh një problem shumë të madh sepse i keq kuptim që është bërë nga të tretët. Marrëdhënia me punë pronar punonjës. Kjo zgjidhet shumë kollaj sepse ka një ndikim shumë të madh për sa përket punës dhe mënyrës se si vijnë gjërat në anën e pozicionimit të planeteve dhe të kohës që kanë të bëjnë. Gjithashtu është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme mbi gjëra që ndodhin, mbi ato që janë në anën më të mirë të mundshme, sepse koha tregon që është fati dhe shmangen. Koha është e mirë sepse Afërdita në peshore i bën njerëzit të pranojnë kompromisin vetëm për të ruajtur paqen. Mos pranoni kushte të padrejta vetëm sepse duken të bukura. Afërdita në peshore kërkon harmoni të vërtet, jo mask të bukur. Kemi datën 7, data 7 gusht, ku ka të bëjnë shumë edhe me një kuptim shumë të rëndësishëm dhe të vyer, sepse është koha, është momenti, është periudha, e një nga periudhat më të ndikuara për momentin dhe kohën që ndikojnë në lidhje me disa takime dhe me disa ndryshime shumë të mëdha. Dhe
ka të bëjnë shumë dhe për një takim që mund të ketë, sepse data 7 gusht është një ditë që rrezaton me harmoni dhe ndikimin e Afroditës në peshore. Kjo do thot ndikuese, do thot realizuese. Në këtë ditë ndikohen veçanërisht peshorja, dashja, gaforja dhe bricapi, sidomos edhe i ditë që parë. Ndërsa Afrodita lëviz në ndikimin më të madh në gradën e vet, është një mundësi shumë e mirë sepse peshoret, dashje, bricapi, binjakët, luani dhe shikjetari do të thot me Afroditën në peshore që mund të ndihmojnë jashtëmase mbi zhvillime të mëdha që do të kenë tani tutje, do shikoni dhe shumë gjëra që do të lidhen me gjëra të mëdha, me favorizime të mëdha, se lidhet me punën, lidhet me një çështje në karrierë është më tepër sepse ndryshe gjykojmë, ndryshe vendosim në anën tonë, por është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çështjet e pazgjidhshme. Kemi gjithashtu datën 8, data 8 është një ditë mjaft e mirë sepse dita e shtunë është një ditë që luan një rol shumë të rëndësishëm me punën dhe karrierën e kaluara e hidhur, lihet pas dhe e lumtura dhe e ardhmja që është sot vazhdojmë përpara. Ka të bëjë shumë me ndjenjën, ka të bëjë shumë me karrierën, ka të bëjë shumë dhe me disa mundësi të arta që vinë drejt jush, por kanë përfitime shumë të mëdha në këtë aspekt. Kemi ditën e diel, ku është një ditë që Mërkuri futet në shenjën e Luanit në orën 18:29, ku Mërkuri është planeti i mendimit të fjalës. Kemi ndikime shumë të mira, duhet theksuar se Mërkuri nuk është në retrograd gjatë kësaj periudhe. Kjo do të thotë që bisedat bëhen shumë të pastra, mundësitë janë shumë të mëdha, përfitimet janë mjaft ndikuese dhe pozicioni planetar ndihmon në këtë aspekt. Kjo do të thotë dhe një ditë shumë e mirë për sa i përket çështjeve për nënshkrime dhe marrëveshje. Dita mund të përdoret edhe për çështje mjaft të mira në prezantime, çështje pune, çështje vendimesh dhe çështje karriere. Është koha dhe momenti më i artë i qenë ndonjëherë. Tani, para se të filloj me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz siç shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, atëherë jeni gati për të dërguar mesazhin, emailin tek sekretaria dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për me juve çdo të mërkur, atëherë kemi atë butonin aty. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin tuaj në kohën që ne jemi live edhe jo vetëm. Po do doni në privat, keni chatin atje që mund të futeni dhe të bisedojmë në privat për gjëra më të rëndësishme që mund të keni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrt, me shenjën e ndryshimit dhe të mundësive të arta, që do thotë shenja e dashit. Për juve të shenjës të dashit, meqenëse se dashi ka një kuptim shumë të rëndësishëm sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë edhe me një vendim shumë të madh ekonomik dhe di që parë është ka disa mundësi. Për juve të kësaj shenje duket se kjo javë vërtet është javë e lodhshme, është një javë që kërkon vëmendje, kërkon takt, kërkon mënyrën se si vijnë gjëra, por për juve nuk është diçka e shqetësuar sepse e keni mundësinë e punës suaj, keni mundësinë e ndryshimeve të vendimeve të mëdha që mund të vinë në anën tuaj dhe kjo është një mundësi shumë e mirë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa ndryshime të mëdha që do të keni një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për sa përket rëndësisë ekonomike, për sa përket punës dhe planeteve që ndikojnë në anën tuaj. Për ju që keni dokumenta për shembull me jashtë dhe doni që ti rregulloni, ti stabilizoni, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm. Po garantoj me 1.000.000% që ky moment është një nga momentet më të arta, më pozitive të qenë ndonjëherë sepse edhe pse kërkohet vëmendje, kërkohet kohë, kërkohet mbi planet që ju e keni, planet afatgjatë, ose planet mund të bëni sa duam ne, por është një moment tani, është një moment shumë pozitiv dhe korrekt nga ana juaj për arsye ekonomike, për arsye pune, për arsye ndryshimesh, për arsye vendimesh të rëndësishme që keni
Dhe kjo është një periudhë mjaft e mirë. Dhe kjo është një periudhë shumë e rëndësishme mbi atë çka duhet të bëni, mbi atë çka juve keni dhe është diçka e rëndësishme në fushën ekonomike, e rëndësishme në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Duket se një nga ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë është një moment mjaft i mirë tani, sado që gjërat vijnë ose keni të bëni me çështjet ekonomike financiare në lidhje me një person të tretë, sepse tani është momenti, është dhe koha, dhe kjo bën që juve të jeni mjaft korrekt me punën tuaj, mjaft korrekt me atë çka juve kërkoni dhe duket se tani për tani çdo gjë shkon bar, çdo gjë arrihet, nuk është diçka për t'u shqetësuar, por për t'u gëzuar në lidhje me ndryshimet, me vendimet dhe periudhën që ndodhin fenomenet. Nuk ka vend për t'u shqetësuar, por ka vend për t'u gëzuar, sepse juve jeni një dhe të pasëvendësueshëm mbi punën tuaj të 10 të 2 dhe të 3, edhe pse kanë pasur shumë probleme të mbartura nga e kaluara, këtë nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për 1000 arsye, sepse juve jeni mjaft me fat në këtë drejtim, edhe pse të tretët mund të flasin çfarë të duan, por kryesorja dhe më ideale është vendimi, është ajo çka marr dhe kur dhe në çfarë kohe. Meqense tani është një moment shumë pozitiv, sepse edhe periudhat ku ndodhin gjërat duken se janë të vështira, po janë të mirë sepse nuk ka kthim pas për shkakun për sa i përket një kontrate. Hajde mos ma shkruan për një vit edhe çfarë ka bërë Zoti vitin tjetër. Jo, vitin tjetër po juve i jepni mundësi, i jepni peshë këtij momenti, sepse ky është momenti më i artë për shembull. Është momenti më i vyer, është momenti më i mirë, më pozitivi që ndonjëherë mbi atë çka dua të bëj, mbi atë çka dua të arrij, dhe ky është pozicioni më i mirë i mundshëm i stabilizimeve, i konkretizimeve të gjërave dhe mundësitë që vijnë. Prandaj është koha juaj, prandaj është ajo çka unë mundësoj, çka unë kërkoj, rrezatoj. Të 30 ditët janë shumë të mjaft të ndikuar pozitivisht dhe mjaft të fituar mbi atë çka ata kanë rregulluar në ekonomi dhe në punë. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, në anën shpirtërore kemi një mundësi tani, kemi një mundësi të artë në anën shpirtërore, sepse tregon që kjo periudhë ndez të kaluarën dhe nis të vazhduar të sotmen dhe shkojnë në altar nesër. Sidomos lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë janë me peshoret e 10 ditët parë, me gaforet e 10 ditët tretë dhe me britsjap të 10 ditët parë, ku është një nga mundësitë dhe nga kohrat më të ndikuara, më pozitive të qëna ndonjëherë. Lidhje me një udhëtim të shenjës së dashit që kanë pikë reference, ata që janë në diasporë kanë mundësinë për sa i përket kësaj jave të nisin një dokumentacion ose të bëjnë lëvizjet e duara nga një shtet tjetër, nga një qytet tjetër, e kanë mundësinë dhe realizimi është i sigurt dhe i garantuar mbi ata kërkohet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që ndikohet mjaft dhe zbulon të ardhmen sot në ekonomi dhe një dashuri e munguar kanë ribashkim, që këta janë shenja e demëve. Përsa përket shenjës së demit, demi ka një mundësi tani, jo për t'i bërë qefin, po do ketë një gëzim shumë të madh të familje. Për dy arsye. Një çështje, një ndarje, një problem shumë i madh që ka ndodhur tek juve, dhe kjo ka qenë mjaft ndikuese, problematike në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj, në lidhje me disa vendime të rëndësishme, por nuk u realizuan ato që doni të realizoheshin, dhe një problem shumë i madh që juve keni pasur në lidhje me punën aktuale ose një padrejtësi që ju është bërë juve, por edhe anën tjetër dhe pozicionimin e planeteve. Por meqense juve keni pasur disa ndikime mjaft të mira për pozicionimin e planeteve, për kohën që ndodhin fenomenet, është momenti më i mirë dhe momenti më i artë. Koha tregon që kjo periudhë është periudha juaj. Kjo periudhë është më e mira dhe më pozitivja e që ndonjëherë, sepse në çdo drejtim, në çdo aspekt e jeni dhe do jeni mjaft pozitiv me punën tuaj, me karrierën tuaj, me karrierën sidomos është një nga mundësitë më të mira të mundshme, një nga momentet më të arta që juve keni dhe do të keni tani tutje, sepse është kjo periudhë, është ky momenti më i mirë i mundshëm, sepse stabilizimi dhe gjërat konkrete që juve keni, i keni mundësitë dhe ndryshimet janë të mëdha
dhe më të vyerat për juve të kësaj shenje. Është një moment, sado që duket i vështirë, sado që keni pasur problemet nga e kaluara, por është ky moment, është kjo kohë, sepse përcakton të ardhmen sot dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Duke pasur dhe ndryshime, edhe mundësi, edhe kohë e artë, do thosha unë, sepse është në një farë mënyre për juve dhe stabilizon kohën dhe momentin tuaj më të mirë të qenë në anën tuaj, por gjithashtu edhe pse me disa debate keni pasur me disa probleme të nga e kaluara, por momenti juaj është tani sepse në lidhje me vendimet që merre, në lidhje me kohën, në lidhje me momentet që do të keni, është një diçka shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme mbi financat që do lidhen tani e tutje. Kjo është një periudhë që vërtet ndryshon shumë mbi punën, mbi karrierën, mbi takimet edhe vendimet e rëndësishme që do të merrni. Është një periudhë mjaft e mirë tani e tutje për dhjetëdhjetin e dytë. Për dhjetëdhjetin e tretë ka diçka që është me udhëtimet, edhe pse presin një udhëtim shumë të rëndësishëm dhe nuk e diskutoj këtë, është e mundur të ndodhi, është e mundur të rregullohet. Dhe kjo duket se kjo kohë është e juaja dhe keni edhe mundësinë për sa i përket momentit ose periudhës së duhur mbi çdo gjë që do të keni tani, është mundësia juaj dhe mund të prisni për shumë gjëra dhe shumë ndryshime që do të keni tani tutje. Por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse një nga mundësitë më të arta që ju keni është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Në anën tjetër keni të bëni me një punë që ose një shitje që do bëni me të drejtën tuaj, të tretët mund të flasin çfarë të duan, por jeni ju nga ana juaj më e mirë e mundshme dhe stabilizimi, garancia juaj bën që të jeni shumë korrekt, bën që të jeni shumë përpara për që në këtë kohë dhe kjo është një nga momentet më të mira dhe më pozitive. Në çështjet që lidhen me një blerje që do të bëni juve pasuri e paluajtshme, të dhjetëdhjetit të tretë e ka një mundësi shumë mirë tani dhe kjo do ta zgjidhin pikërisht në këtë periudhë, sepse është një nga periudhat më ndikuese, më pozitive dhe më të rëndësishme. Pak vëmendje, dhjetëdhjeti i parë dhe i tretë, nëse duan të nisin një diçka të re, e kanë mundësinë tani dhe mund të fitojnë dhe dalin të fituar nga një kontratë e rëndësishme ose një problem që kanë pasur me persona të tretë në pasuritë paluajtshme, do ta zgjidhin. Ajo që do ngelet do mbetet në histori për sa përket kësaj jave, lidhjet dhe ndarjet që keni pasur juve janë më së të sigurta drejt altarit. Juve të shenjës së Demit keni pasur një dashuri të munguar, një dashuri shumë të rëndësishme me bricap dhe jeni shkëputur, me gafore që jeni ndar, me peshk që jeni në pritje për ta rregulluar dhe stabilizuar, por janë diçka shumë e rëndësishme, mos e lini pas dore sepse ka për t'ia vletur. Është diçka shumë e madhe, është diçka shumë pozitive, prandaj shikojeni, rishikojeni, mos i lini gjëra pas dore se është mëkat, është gjuna, një gjë që është e vërtet, një gjë që është e rëndësishme, mund ta realizoni aty ku dëshironi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë e rëndësishme, një shenjë që vërtet mbetet për tu parë për sa i përket punës, për sa i përket rregullimit, stabilizimit dhe mundësive. Kjo do thotë shenja e binjagëve. Për ju të kësaj shenje duket se ka të bëjnë mjaft mbi ndryshime, mbi takime, çështje të rëndësishme që keni dhe jo vetëm kaq, por ka diçka shumë të madhe me anën e pozicionimit të planeteve, por një kohë që përcakton, një kohë që rregullon, starton me punën tuaj, starton me atë çka është, me atë çka kërkohet dhe çka rregullohet. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse binjakët dhjetëdhjetit të parë janë mjaft të ndikuar këtë periudhë dhe duket se sado që të tretë kanë folur për ta, por nuk është ky problemi. Problemi është për dhjetëdhjetin e parë se ka një të drejtë të madhe, kanë bërë një punë shumë të shkëlqyer, por nuk janë paguar për ata që kanë bërë dhe vjen momenti dhe plotësimi i dëshirës së tyre tani e tutje, kur është një moment shumë i mirë, është një moment mjaft pozitiv, i rëndësishëm për nga ana e biznesit, e rëndësishëm për nga ana e punës dhe të karrierës dhe shumë gjëra të tjera që do të keni ndikime
dhe gjëra të arta për vazhdimsinë dhe kohën e duhur. Çështjet janë një nga momentet më të arta për punën dhe për disa stabilizime ekonomike, disa gjëra që tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar me punën, me karrierën, me takimet dhe bisedimet. Me një çështje që do të keni një udhëtim juve, do ketë shtyrje në çështje ligjore, por është në të mirën tuaj sepse kur kemi shtyrje më tepër janë pushim çështje se sa janë gjëra që bëhen. Por gjithsesi, kjo periudhë na jep mundësinë, kohën dhe vendimin që neve marrim. Në këtë aspekt janë dhe disa gjëra të tjera që do të keni ndryshimin e madh dhe momentet që janë më të vyra dhe më pozitive. Çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, çështjet që kanë të bëjnë me kohën, me ndryshimin dhe ndikimin e madh që do të keni juve të shenjës së binjakëve për të 30 ditët në fushën e punës suaj, është një nga ndikimet më të mëdha dhe më pozitive. Për ju që jeni pa punë dhe keni bërë një aplikim dhe nuk keni marrë për hije, duket se kjo javë është java më e mirë e mundshme, do thoni juve, po si ka mundësi që unë kur është muajt e tjerë nuk kam pasur mundësinë dhe do ta kem tani në kohë që është kohë pushimesh. Për disa mund të jetë kohë pushimesh, por për disa është punë, po çfarë pune. Dhe kjo do të thotë që është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çështjet problematike, për zgjidhur gjërat që juve doni. Në lidhje me anën e financave, për financat unë do thosha që tani e tutje janë çështjet nga më të mira të mundshme, sepse kjo periudhë ka në vetvete, mbart në vetvete shumë gjëra mbi anën ekonomike, mbi pozicionin e planeteve, sepse ndodh një mundësi e artë në anën tuaj, dhe kjo bën që kjo periudhë të jetë e mirë, të jetë pozitive, të jetë e rëndësishme për gjërat që do të keni. Megjithatë, nuk duket se ka problem këtu, por duket se ka diçka shumë të madhe për vazhdimsinë, për çështjet janë korrekte, për njerëzit që kërkojnë vërtetësinë nga juve të shenjës së binjakëve, sepse kanë rënë viktime vetvetes tyre, jo se i keni fajin juve, por meqense tani është momenti më i artë për juve në fushën e punës suaj, sepse disa parat pa marrë i merrni. Një punë e re del, një diçka e madhe është tani e tutje. Dhe kjo është periudha juaj, është momenti më i mirë dhe më ideali i që ndonjëherë mbi çështjet që juve keni. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me virgjëreshtët dhe diçit parë, me peshkët dhe diçit tretë janë direkt ideale. Një kujdes të veçantë do bëni me shigjetarët dhe diçit parë, si keni pasur disa probleme të mbartë nga e kaluar, do ta thosha unë se kjo si periudhë është një periudhë që ndikon në anën tuaj, por edhe vepron sepse e keni mundësinë dhe keni dhe kohën tuaj për të marrë ndryshimin, ndikimin e madh, vendimin që merrni në kohën e duhur, dhe një periudhë mjaft e mirë tani e tutje. Tani e tutje do të keni mundësi të gjitha për të zgjidhur çështje problematike, për të arritur qëllimin tuaj për kohën dhe për momentin. Meqense duket që është diçka mjaft e mbar dhe shumë pozitive për lidhjet dhe një shtatzani e mundshme është për ju çështje binjakëve, që sidomos me ujorët dhe diçit parë, ose disa dokumenta për bashkim familjar do të jetë me ujorët dhe diçit të tretë, është koha juaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rrezaton më tepër, bën më shumë dhe del fitimtare, sepse një surprizë e madhe në këtë javë që ka të bëjnë është shtetërore, ose para, ose një punë që do hapin dhe do ketë sukses shumë të madh në anën e tyre, se ja ka bërë izmetin që këta janë të shenjës së gaforreve. Për sa përket gaforreve, meqense gaforret duket se tani për tani janë mjaft ndikuar, sepse presin diçka tani në këtë periudhë dhe mundohen shumë që të shikojnë çfarë do të bëjnë, por gaforret kanë një ndikim mjaft të mirë, mjaft pozitive, dhe jo vetëm kaq, por përgatiten se ndikimi i Mërkurit që është në fund të shenjës suaj, po përgatitet të futet në Luan nesër, pra nesër, në kuptimin e fjalës në ditën e diel. Por gjithsesi, ky është një ndikim shumë i madh të pikërisht në këtë periudhë, është koha, është momenti, janë gjërat shumë pozitive dhe tepër ideale për të zgjidhur
disa çështje të lëna pezull dhe kjo bën që ndikimi, koha dhe periudhat janë në favorin tuaj dhe jo diçka problematike, mos u shqetësoni fare në anën tuaj. Por megjithatë, ka diçka shumë të madhe, sepse duke pasur parasysh anën ekonomike financiare, ndryshime që kanë bën. Dita e shtunë është një ditë shumë e mirë për juve sepse lidhet shumë edhe me ndikimin e punës, edhe me karrierën, edhe gjëra që sepse flasim me familjet, edhe disa gjëra të tjera që do të keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo drejtim dhe në çdo vendim që do të merrni. Nuk ka vend për të shqetësuar sepse juve e merrni me yrysh, them unë, e merrni me frikë diçka, edhe thoni çfarë po ndodh dhe ku po vejnë gjërat. Por jo se keni pasur probleme juve ose diçka të paqarta, po jeni më të qartë se të qartët. Keni mundësinë tani juve që do të shikoni çfarë do ndodhi në anën tuaj, keni një mundësi 10 ditë dytë ku do shikojnë shumë gjëra të ndikojnë, shumë gjëra të rregullohen, por në anën tjetër ka një ndikim shumë të mirë sepse juve jeni mjaft të fituar nga çdo gjë në çdo drejtim, sepse ka të bëjnë shumë tani, kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme, prandaj gjërat lini të ecin vetë, sepse në përmbyllje të disa ndryshimeve të mëdha që do të keni disa probleme që keni pasur në anën ekonomike financiare, por kjo nuk është për fajin tuaj, por është për fajin e të tretëve, sepse kanë pasur disa probleme shumë të mbartur nga e kaluara dhe ju ka dëmtuar disi, sepse keni bërë nder, keni gjetur der në fushën ekonomike financiare. Mirë po, në lidhje me çështjet shtetërore, me sa duket, juve e keni mundësinë se do të zgjidhni shumë çështje problematike, do zgjidhni shumë gjëra, një çështje ligjore e lënë pezull, do mbaroj, nuk e diskutojmë se nuk ka shanse të ndodhi ndryshe, por ajo që do shikoni miqtë e mi të dashur, ka një ndikim shumë të madh në lidhje me dashurinë. Një ndarje që keni pasur me Dem, shikoni ta rregulloni. Një debat i madh që është bërë me Akrep të Dishit të tretë, dy shenja uji të një grupi, them unë, mundoni që ta rregulloni, të sistemoni disi se është në të mirën tuaj, është diçka shumë pozitive dhe mjaft e rëndësishme për një të ardhme të afërt. Keni të bëni dhe me disa gjëra të tjera, sepse nëse do të marrin domethënë ujorin me Akrepin, çfarë ndodh, është tepër ndryshe nga ç'e mendojmë dhe është edhe fuqia që mbizotëron në këto gjëra dhe kjo është një mundësi, është një mënyrë mjaft e mirë dhe tepër pozitive për gjërat që keni. Prandaj nuk është koha e ardhur, nuk është ajo që them unë që për të debatuar, për të biseduar, për të marrë diçka, ju e keni marrë të drejtën tuaj. Përse të bisedoni, përse të debatoni për gjë të vogël që nuk ju shërben. Atëherë lëri të hiki, aq sa mund bëhet. Kjo lidhet me punën, lidhet me çështjet e karrierës, por juve e keni, jeni të lindur në këtë drejtim, dhe kështu që jeni të fituar dhe jo problematike. Në lidhje me dashurinë që do të keni diçka shumë të madhe tani, keni pasur një problem me Bricapin, por duket se është koha juaj për të zgjidhur këtë problem. Me ndikimin e Akrepit do keni një kuptim tjetër, nëse do keni udhëtime më tepër të ta thosha unë, është një mundësi e mirë kjo dhe mund të rregullohet tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që ka ndikime shumë të mëdha tani e tutje, ka një mundësi shumë të mirë tani për të parë për mbi zgjidhjen e problematikave të gjërave të mëdha që do të keni, një çështje madhore që ka ndodhur para disa kohëve, duke se zgjidhet tani, sa duan të tjerët të ju arrin juve nuk ka shanse, ato të duan shumë, po duan pafund, po nuk kanë shanse të ndodhi dhe keni për të arritur majat, kështu siç e keni nisur dhe në këtë muaj që është dhe muaj juaj, është dhe dielli në anën tuaj, Jupiteri në anën tuaj, se në shenjën tuaj ka diçka shumë të madhe. Këta janë luanët. Luanët janë shenja më e privilegjuar e gjërave të mëdha, në çdo aspekt. Është një nga periudhat më ndikuese. Ky muaj gusht, është muaj i startimeve të mëdha, që fillon nga juve, miqtë e mi të shenjës së Luanit. Dhe për juve është një nga ndikimet më të mëdha, sepse shenjat e zjarrit janë fitore e madhe për sa i përket çështjeve ekonomike financiare. Një ndikim shumë i madh për lidhjet dhe stabilizimin që juve keni, por meqense ka diçka që ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni,
Unë nuk do të thosha që të keni ka diçka që nuk shkon ose është një problem tani. Por me qenë se ju jeni me shumë fat në këtë drejtim, keni punën, keni karrierën, keni ndikimin e madh në favorin tuaj. Dhe pikërisht tani për tani, mos u shqetësoni fare, sepse ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha të një pasnjëshme në fushën e ekonomisë të biznesit do mos e ta kanë, por megjithatë tani për tani është koha juaj, është momenti që juve të nisni diçka, të bëni diçka. Dhe kjo do të thotë, kjo diçkaja është se juve jeni në favor dhe kjo bën që juve të keni një moment të ndikuar pozitivisht dhe do thoni që kjo periudhë ju ndihmon shumë mbi takime, mbi pozitivitetin tuaj. Dhe një nga momentet më të arta, kohën më të mirë dhe më fantastike që keni tani tutje, është periudha, është koha që do zgjidhni shumë probleme të mbartur nga e kaluara, disa probleme që mbete për të parë nga një anë është momenti dhe mundësia juaj sepse keni pasur shumë çështje problematike 10 ditë që i parë, 10 ditë që i dytë është munduar shumë, por s'ka arritur të kudo për arsye të personave të tretë që kanë pasur shumë çështje që janë bllokuar, por në anën tjetër janë gjëra që janë më të ndikuara dhe më pozitivitet shumë të madh të që ndonjëherë tani tutje. Kjo është periudha dhe është dhe momenti që keni tani tutje, është një nga momentet më të cilësore dhe më të arta për punën, për karrierën, për ndryshimin e madh që juve do të keni tani tutje. Harrojeni se është problem ajo një çështje ekonomike e mbartur nga e kaluara, sepse ka pasur disa gjëra tjera mbi atë çka juve kërkoni dhe doni. Është një mundësi shumë e mirë mbi realizimin ekonomik. Një gjë që vërtet është koha juaj, është mundësia, është periudha, një nga periudhat më të mira, sepse favorizimi, koha dhe realizimi ekonomik është tani. Nuk ka vend për të shqetësuar. Por çfarë ndodh? Ndodh që me kalimin e kohës, për anën e pozicionimit të planeteve, juve jeni të paret. Jeni të paret për 1000 arsye, Diellin dhe Jupiterin, që është në shenjën tuaj. Çfarë ndodh në këtë drejtim? Ndodh ana më e mirë e mundshme dhe gjërat më pozitive të qenë ndonjëherë. Një bashkim i tillë, ndikimi i madh që lidhet me punën, lidhet me udhëtimet, lidhet me paran, do shkëlqeni këtë muaj, është muaj më i mirë i mundshëm i juaj, jo për arsye sepse po të marrin vjeta par vjet, s'ka qenë kur kaq muaj pozitiv tek juve. Në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, me karrierën, nuk e vë ndryshim unë, sepse keni vite të tëra që lodheni dhe shumë çështje të lëna pezë nuk kanë arritur që ku duhet, por vjen një moment tani, është një nga momentet më të mira të mundshme për arsye të punës, për arsye të karrierës, sepse tani për tani dy gjëra janë kryesore. Është ekonomia, është korrektësia juaj e punës dhe stabilizimit, por edhe disa detyrime të vogla që keni me çështje shtetërore, do ta thosha unë, por këtu e zgjidhni ju se është momenti dhe prezenca juaj që ju bën të ndjeni superior për gjërat që do të keni, për çështjet që do të keni në lidhje me pozitivitetin e punës suaj, të karrierës suaj dhe të specializimit që do të keni tani tutje. Është një moment shumë i mirë, prandaj bini pas ose në udhëtime ose në blerje të një biznesi, sepse duket se e keni mundësinë këtu ju. Por kjo vërtet është një diçka shumë e madhe dhe është një mundësi shumë e artë për të ecur përpara. Por në dashuri duket se me ujor të edicitit parë, me peshk të edicitit të dytë, me dem të edicitit është perfektja, edhe pse keni pasur me dem mund të keni edhe një pasardhës, është më së mundur të ndodhi pikërisht në këtë periudhë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që ka shumë ndikime, shumë gjëra që janë pozitive dhe shumë çështje të rëna pezull ka qenë dikur që po tani ka ardhur koha dhe momenti për t'i rregulluar, që këta janë Virgjëresha. Në plan parë ka mundësinë dhe rëndësinë që jep gjërave. Virgjëreshat janë në ndikimin më të mirë për sa i përket punës dhe karrierës, për sa i përket çështjeve të rëndësishme financiare,
se lidhen me financat, lidhen edhe me ndryshimet që ata kanë. Por me qenë se ndikimi më i madh që ndodh tani është mundësia, është koha, se tani për tani duket se ka diçka shumë të mirë, ka diçka në anën e tyre, por tani për tani kënë pa kujdes për çështjet e rëndësishme që ata kanë, për momentin që vjen diçka e mirë tek ata dhe kjo do të thotë është shumë e rëndësishme për sa përket ekonomisë, për sa përket ndryshimit që do kenë. Dhjetëdiçi i parë është shumë indikuar, po ta vëmë re domethënë nga çështjet ekonomike financiare, sepse lidhen me takimet dhe bisedimet. Ka një mundësi tani i virgjereshat ku do të kenë mundësin këto ditë, janë ditë shumë të mira, janë ditë mira për ekonominë, janë ditë mira për vendime që do të marrin në anën e financave të biznesit të karrierës së tyre, por me karrierën e kanë këta se janë karrierist dhe ndryshimet e tjera që do të kenë. Por momenti, periudha, koha e ardhur që është shumë pozitive dhe mjaft ndikuese për çështjet që kanë të bëjnë me anën e biznesit, kanë të bëjnë dhe me disa gjëra të tjera ku lidhje me një problem bankar do ta zgjidhin tani, sepse kjo është merr zgjidhjen e duhur në kohën e duhur. Dhe disa gjëra të tjera që do t'i kemi tani atutje ku janë në anën e tyre, por meqense për tani koha ka treguar që janë me fat dhe nuk ka vend për t'u shqetësuar, por ka vend për t'u gëzuar, ka vend për të arritur në anën më të mirë të mundshme të tyre, sepse kjo periudhë i ndihmon, i jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në atë çka ata arrin dhe plotësojnë. Në dashuri duket se kanë diçka shumë të madhe në lidhje me ujorin, me binjakët, me akrepët. Me akrepët kanë pasur dhe janë shumë të matur për punën, janë shumë të matur për atë çka ata do të ndryshojnë në fushën e punës së tyre, në fushën e karrierës së tyre, dhe një moment që është tani, për shembull, në këtë periudhë, në këtë harë kohor. Por megjithëse disa ndryshime janë shumë të mëdha, disa gjëra janë pozitive dhe korrekte nga ana juaj, por momenti është tani, koha është tani dhe perceptimi, ndryshimi, mundësia dhe çështjet e rëndësishme vijnë tani e tutje për punën dhe për karrierën që juve keni. Mos u shqetësoni fare, sepse duket se kjo është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë ku gjëra do të ndryshojnë dhe gjëra do të arrihet fal zgjuarsisë dhe maturisë suaj. Nga një udhëtim që do bëjnë, ose ka një njohje, ose do ndryshojnë në gjatë rrugtimit, sepse bëjnë një lidhje pune dhe dashurie në një kohë që këta janë me ujor. Pra ne do të keni të vëmendshëm kujdesshëm, të shikoni edhe vetë ku gjërat do jenë shumë të komplikuara, prandaj keni kujdes dhe vëmendje sepse mos keni keq kuptime më vonë. Por është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet tani për tani është momenti dhe koha e duhur për zgjidhur këto probleme, për zgjidhur këto çështje dhe gjëra të tjera që do të keni tani e tutje. Meqense ka diçka për anën e punës, ka diçka për gjëra që do të ndihmojnë dhe do të rrezatojnë për juve mundësitë që i keni tani dhe ana më pozitive që do jetë me këto shenja. Por meqense juve jeni pak më lart se ç'duhet, mirë bëni dhe të flasni të tjerë që janë për poshtë. Juve shikoni drejtimin tuaj, shikoni gjërat e juaja, shikoni kohën dhe momentin ku juve i keni dhe është momenti më i artë dhe më pozitiv i ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që jo vetëm përvetëson me të drejtën e vet, por i takon puna dhe karriera, që këtë do thot shenja e peshores. Peshore duket se tani është një mundësi e artë mbi atë çka është, mbi atë çka i referohemi nga ndonjëherë mundësive, sepse është një nga kohrat më të arta dhe më pozitive për arsye të ekonomisë, për arsye të ndryshimeve, sepse këto janë ndryshime rutinë, fakt sepse juve ju takon ajo çka keni pasur, kurse ndikimi tjetër jep një farë mundësie, jep një farë ndikimi shumë të madh, sepse kjo periudhë është e juaja dhe jo vetëm se do të keni
disa gjëra të arta mbi ekonominë dhe stabilizimin, por do jeni dhe shumë përpara për qenë në anën tuaj më të mirëmundshme, karrierën dhe mundësinë tjetër që do të diktojnë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ndryshime dhe ndikime dhe favorizime të mëdha i keni në anën tuaj dhe është një gëzim shumë i madh në familjen tuaj, ku do të keni mjaft ndryshime dhe ndikime. Por në anën tjetër ka diçka shumë të rëndësishme dhe shumë pozitive mbi ekonominë, mbi stabilizimin dhe mbi ndryshimin. Gjithashtu ka të bëjnë me një takim i rastësishëm që do të thotë me lidhje me punën, por këtu të keni kujdes sepse ndryshe do t'ju thonë dhe ndryshe do t'i rregulloni, prandaj keni kujdes mos mu shqetësoni në disa takime që do të bëni, takime pune flas, sepse mund të jepet një punë shumë e rëndësishme, por në anën ekonomike është pak ndryshe. Studiojeni mirë para se të filloni, kurse në çështjet e dashurisë me gafore dhe me akrep keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë që simbolizon të ardhmen, simbolizon karrierën dhe ndryshimin e madh që vjen. Që do thotë Akripi Akrepi loz një rol shumë të rëndësishëm për sa i përket pasurisë së paluajtshme. Këtë javë do merren me këtë punë. S'kemi çfarë të bëjmë tani ne, sepse akrepët kanë atë çështjen e rëndësishme për favorizimin dhe ndryshimin e madh që vjen. Një nga momentet më të arta që ata kanë dhe pozicionimi planetar atyre u jep mundësinë, kohën, vendimet që do të marrin. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, kujdesi më i madh që do të kenë me Demin, do të kenë me Luanin, do të kenë dhe me ujorin të dhjetëdhjetit të dytë. Ujori i dhjetëdhjetit të dytë, sado që të përplasen me grindjet, me gjëra të ndryshme, është një mundësi, një kohë që jep përparësi ekonomisë, jep përparësi ndryshimit dhe gjërave të mëdha. Momentet më të arta ose koha më ideale, më geniale, që është ekonomia, është startimi dhe vazhdimësia që ka të bëjnë në ekonomi, ka të bëjnë në standarde të mëdha financiare, është momenti, është koha, është ndryshimi që vjen. Një nga mundësitë më të mira që keni tani, bini pas miqtë e mi të kësaj shenje, sepse akrepi është mbetet shenja më me ndikim të zodiakut, shenja më pozitive e që ndonjëherë, sepse rezultatet të shkëlqyera vinë drejt jush. Është një moment shumë i mirë i korrektësisë suaj. Dhe një nga momentet e tjera që do të keni, nuk e vën dyshim, nuk arri, domethënë, kuptimin e punës dhe të karrierës juve keni, është një moment që vërtet e keni dhe jeni mjaft të dhënë mbas punës suaj. Dhe tani për tani, çdo gjë është në dorën tuaj. Çdo gjë dini çfarë bëni dhe dini ku do të shkoni. Nuk ka vend për të shqetësuar për të gëzuar, megjithatë, akrepi mbetet shenja mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme për sa i përket stabilizimeve, për sa i përket asaj çka ata janë. Kurse në lidhje me një udhëtim dokumentacioni që presin por nuk e kanë realizuar akoma, është momenti tani. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Virgjëresh të dhjetëdhjetit të parë, Peshk të dhjetëdhjetit të tretë që është idealja, dy shenja uji që marrin mundësinë dhe kohën, kur me një shenjë toke me Demin është vetë jeta sepse konkurrojnë me njëri tjetrin, do ta thosha unë, por gjithsesi është momenti më i artë dhe më pozitivi i qenë ndonjëherë për sa përket pasurisë paluajtshme dhe dashurisë së munguar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ku shumë gjëra vijnë, shumë gjëra arrihen me zgjuarsinë dhe maturinë, me kohën dhe me vendosmërinë, që kjo do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët dashur, ky moment që ne flasim të kësaj jave, juve keni dy gjëra kryesore. Për të rregulluar anën ekonomike tuajën, për të marrë vendime të rëndësishme për punën, për karrierën, për kohën e duhur në momentin e duhur. Kjo është një moment, është dhe një moment mjaft i mirë sepse kjo është periudha
dhe ndikimi më i madh që vjen drejt jush për një mijë arsye, për kohën tuaj që vë keni, për çështje të rëndësishme, nuk janë diçka që nuk bëhet, nuk janë diçka gjëra që unë themi çfarë mund të ishte diçka që është në anën tuaj më të mirë të mundshme. Ajo që është në anën më të mirë është puna dhe zhvillimet që keni tani tutje. Por kjo periudhë është një periudhë që zbulon të ardhmen sot. Dhe kjo është ajo që neve presim, ose më saktë themi në detaje për kohën dhe për momentin. Një nga momentet më cilësuese, sepse kjo periudhë është periudha që i keni juve dhe si takime si bisedim, por të tretët nuk i vënë re, nuk i vënë veshin, domethënë asaj çka juve keni, sepse nuk arrin dot dhe këta kanë pak depulencë, kanë çik problem. Punë e madhe, ata që mund të flasin nuk arrin dot, ata të do bëjnë, po juve shikojeni disa gjëra që t'jeni korrekt me veten tuaj. Është një moment shumë i artë, nuk e diskutoj këtë, sepse për një mijë arsye që juve keni dhe një nga ndikimet më të arta që janë tani. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshoret e dhjetëqit parë, me dëmtë e dhjetëqit tretë që është perfektja, por gjithashtu edhe megafore. Megafore mund të keni diçka juve, por jo se ka diçka që mund të mos jetë ajo që prisni, për shembull, lidhje me disa ndryshime, janë ndryshime rutinë, por nganjëherë marrin një hovë shumë të rëndësishme për të ardhmen, një e ardhme që ka një qelsin e suksesit mbi ekonominë dhe mbi punën dhe strategjinë që juve keni. Është koha, është ajo çka e kam jetuar për momentin dhe ndryshimin e madh që juve keni, por dhe mundësitë të ardhme që vijnë. Nuk e diskutoj për arsye të punës dhe të karrierës, por është momenti më i artë i që ndonjëherë. Kurse dashuria me shigjetar virgjëresh, shigjetar binjak, shigjetar gafore është aja dhe zheja. Vijojmë tek shenja e radhës, ne shkojmë tek një shenjë tjetër tani, shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mjaft pozitive, por pak me sybet, që janë të shenjës së britsjapëve. Për sa përket britsjapëve duket se tani për tani janë në rolin drejtues. Kanë mundësin, kohën, vendime që marrin. Disa ndryshime të papritura, themon. Dhe në pozicionimin e planeteve ju jepen mundësit, koha, dituria e madhe që kanë, të drejtën e tyre që ata e kanë, janë në anën në pozicionimin më të mirë të mundshëm, por do t'i stabilizojnë. Britsapët, duke se çdo rol që ata kanë, çdo mundësi që ju jepet, përvoja është koha mjaft e mirë në lidhje me gjëra të rëndësishme, sepse tani për tani nuk është koha për bërë, domethënë histori. Është koha për të menduar mirë dhe me strategji që ju të dilni, të tjerët la bëjnë historinë, të tjerët flasin për juve, sepse juve jeni, krijoni hapësira, krijoni gjëra që të tjerët nuk i bëjnë. Do të thot punë, do të thot karrierë, do të thot ndryshime, do të thot mundësira e shumë gjëra të tjera ku juve i keni, dhe është një nga momentet më të hyra dhe më pozitive dhe perfekte të qenë ndonjëherë mbi ata që juve kërkoni. Por megjithatë, britsjapit humbasi është zero mundësia të humbasin, përveç se fitojnë. Disa projekte që kanë britsjapët në këtë periudhë, unë do të thosha që është momenti juaj dhe është dhe një nga periudat më të mira dhe më të arta, nuk e diskutoj këtë, sepse edhe juve keni pasur kohën tuaj, keni pasur çështjet me rëndësi të veçantë, edhe një nga momentet, dhe sepse duke pasur edhe parasysh disa përplasje që keni pasur në të kaluarën, por gjërat janë vendimtare, janë korrekte nga ana juaj, sepse jeni korrekt vetë ju gjënëm, dhe kjo ju bën që t'jeni mjaft të ndikuar dhe të realizuar mbi karakterin tuaj, mbi mundësinë tuaj dhe stabilizimin.
është një mundësi tjetër që do të keni tani atutje ju, që është ekonomia dhe zhvillimi i saj. Lidhje me ekonominë nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse është koha juaj më e mirë e mundshme tani, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet. Ky suksesi juaj, ky suksesi i mundësive, i garancive, i korrektësisë dhe i punës suaj. Dhe një moment që keni tani është momenti i artë, është momenti i ndryshimeve dhe i kohës së artë të veprimeve. Me qenë se sado që gjërat mund të ndikojnë ose diktojnë fusha të ndryshme, por është një moment, tani është një moment që ndryshe e mendojmë, ndryshe gjykojmë. Në lidhje me disa çështje që janë korrekte për juve, disa çështje që janë korrekte me anën e pozicionimit të planeteve, por meqense ka të bëjnë me pozicionimin dhe ndryshimin e madh që vijnë, gjithmonë e kanë pasur dhe e kanë britçapët, ka një dritare që gjen zgjidhje me këtë dritaren, futet dielli, rrezatojnë, ndriçojnë fushat e errta dhe prandaj dalin fitimtarë pastaj në gjërat e tyre. Por megjithatë tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar mbi ato çka ka ndodhur më përpara ka ndodhur, çfarë janë tani etutjet do të rregullojnë dhe startojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë, këtu është një mundësi e artë që është me peshore, me ndikimin më të madh që është me luan. Me luan gjërat të jenë krejt ndryshe në situata të ndryshme, por edhe mundësitë që vinë tani etutje është koha juaj. Në çështjet që të bëjnë dhe me bashkim familjar është me dashtë të 10 diçit parë, por dhe me binjak të 10 diçit të tretë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për zgjidhje të gjithë çfarë që keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që i vetëm stabilizon, por është më korrekte se korrekte, që ndikohet jashtëmase me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët duket se tani janë në anën e punës së tyre, lidhje me karrierën e tyre dhe me ndryshimet që kanë të bëjnë. Por momenti që ka të bëjnë edhe periudha që vepron në komunikim, në ndryshim, në mundësi dhe në kohën e duhur, vërtet ka një ndikim më të mirë dhe pozicioni planeteve që mund të ndikojnë në anën tuaj është dhe periudha, koha e duhur për sa përket stabilizimit, për sa përket asaj çka jam, asaj çka dua të arrij. Dhe juve i arrini i gjëra të tillë, sepse është koha më e mirë, është momenti më i artë dhe tepër pozitiv mbi çështjet që kanë bëjnë me karrierën, kanë bëjnë edhe me një vendim të rëndësishëm që do të merrni mbi punën tuaj dhe korrektësinë tuaj. Por ajo që ndryshon mes asaj që është realizueshme për shembull dhe mes asaj që kërkohet të vendosni ligjin, është moment, është një periudhë, edhe një nga periudha që vërtet është një moment i artë, pozicioni planetar që keni dhe momenti që do të keni është një nga ndikimet më të arta dhe më të ndryshme nga juve që keni. Por megjithatë, tani për tani, disa takime janë në anën tuaj, disa takime janë në rolin e drejtuesve, por do keni kujdes tani për tani, mos u nxitoni në lidhje me disa fjalë që mund të fliten fjalë pa baza, sepse është një diçka. Nëse juve mërziteni sepse çfarë është folur, unë do thosha kjo mbetet për të parë për anën tjetër, sepse ujori është shenja më gazmore, është shenja më pozitive, është shenja më e drejtë për së drejtë që nuk mban mëri. Ku tjerë mund të flasin sa duan, mund thonë çfarë të duan, por juve jo. Juve jeni aja dhe shëja, juve jeni kuptimi i asaj çka është, juve jeni mënyra se si vijnë gjërat dhe i sillni nga ana juaj, por dhe pozicionimi i planeteve ka të bëjnë tani në këtë periudhë që ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Nëse do flasim për sa përket disa studimeve që keni, janë studime mjaft të momentit, por dhe të periudhës që keni. Por gjithashtu është ajo çka do të keni ndryshime, çka do të keni mundësira mbi jetën dhe vazhdimsinë në fushën e dashurisë, do bëni kujdes me luan, me akrep, me dem, kujdes në kuptimin e fjalës çfarë flisni. Sepse këto shenja që unë ju thash
Luani dhe Akrepi Demi vërtet kanë atë momentin dhe mundësinë. Kanë atë diturinë e tyre, kanë rregullat, kanë mundësi që jepen në periudha të ndryshme dhe për sa përket asaj çka lidhet me favorizime të mëdha që kanë të bëjnë, por nëse juve i thoni ndryshe dhe ata e kuptojnë ndryshe, është pak a shumë kjo që lidhet me disa gjëra që janë folur stërfolur, por nuk janë të vërteta. Janë në ndikimin dhe në pozicionimin e planeteve, por nuk është e një e vërtet që mund të ishte ndikimi më i madh që për juve lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me ndryshimin e madh që do të keni tani tutje. Kujdes në fushën e dashurisë, sepse disa sekrete dalemi sipërfaqe ujor të dashur, po do të jetë me pinjak. Këto sekrete, do të thotë sekrete të tipit që po sikur nëse mbase, pra nuk kanë baza. Prandaj mos i merrni të mirëqena. Prandaj lini gjërat vinë vetë dhe të kalojnë vetë në ato që vë kërkoni. Gjithsesi, janë disa mundësi, janë disa çështje të arta që mund të rregulloni, stabilizoni gjërat dhe koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt sepse do të përfitoni dhe do të keni mundësinë të rregulloni gjërat e juaja. Mos u shqetësoni fare, tani për tani koha është në anën tuaj, është në mundësinë më të artë dhe pozicionimi i planeteve më ndikues, më rrezatues i qenë ndonjëherë. Dhe një nga ndryshimet që keni tani tutje është puna, është stabilizimi, është kontrata e rëndësishme që do të keni tani tutje, është një kontratë që zor të tretët e pranojnë, por juve keni të drejtën tuaj dhe mund t'ja arrisni qëllimit tuaj. Por, sidomos, me virgjëresh është bashkim familjar dhe dokumentacione. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është shumë pozitive dhe ja kanë arritur kësaj dite me suksesin e tyre, me garancinë që ata kanë në të ardhmen e tyre, sepse kanë bërë hizmetin dhe kanë një mundësi, një kohë, një përcaktim mbi jetën dhe vendimet që mund të marrin. Që këta janë peshqit. Për sa përket peshqeve, meqense peshqit duket se tani për tani, sado që ata rregullojnë, stabilizojnë dhe çështjet më konkrete që ata kanë, është momenti tani. Është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar, për të rregulluar dhe për të arritur qëllimin. Koha tregon që vërtet peshqit nga njëra anë janë studiues të rregullt të punës së tyre, të rolit drejtues, të ekonomisë, të stabilizimit. Duket se fillimi i javës e hënë martë e mërkur kanë takime të shpeshta dhe angazhime të mëdha. Kurse e njëjtë e premte shtunë e diel do lidhen shumë me ekonominë dhe disa gjëra të paqarta, mjegull deri diku, të palidhurit, sepse ju është ofruar diçka në këtë aspekt, por nuk binden. Në një anë mirë bën që nuk binden, sepse nuk mund binden sepse ashtu duan ata. Por kjo periudhë është periudha e sakrificave. Nëse sakrifikojmë diçka që është ja vlen për të nesërmen, është koha juaj, është momenti dhe është periudha më e mirë dhe më e artë që ndonjëherë. Sepse jeni në anën tuaj më të mirë, jeni në pozicionin e tuaj më të mirë, më pozitiv dhe më të rregullt për të arritur në finish. Në çështjet që lidhen me punën, lidhen me dashurinë, lidhen me studimet dhe ndryshimet e mëdha, është një moment shumë i mirë dhe shumë pozitiv. Është korrekte nga ana juaj, është korrekte nga ndryshimet e tjera që do të keni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë në favorin tuaj janë në britsjap me akrep të dhjetëqit parë dhe me virgjëresh të dhjetëqit tretë. Me virgjëresh është diçka shumë e madhe. Një ndarje që keni pasur juve të shenjës së peshqve nga një fejes me shumë probleme dhe unë do t'ju thosha diçka. E them me shumë probleme në një kohë që s'ka qenë asnjë problem. Po mi më Jorgo, si nuk ka qenë asnjë problem në një kohë që ne jemi ndarë? Po i ndarë nga të tretët. I thoni fjale, kur s'ke pula pse bënish. Një kohë që tjetri thot kam firma të mëdha, thot unë, por nuk ka asnjë punëtor. Po unë u jap punë të tjerëve. Po si, pra, kjo është problemi, domethënë, për të bërë bujë për asgjë. Dhe kur themi nga ndonjëherë vetëtin bubullin stuhi e madhe as i pikëshis bin tokë. Atëherë do thosh që është bërë nami, asgjë s'është bërë. Kjo ka ndodhur me juve miqtë të shenjës së peshqeve. Nëse mundeni me njeriun tuaj të zemrës, që e keni pasur dhe e kërkoni me qiri, gjini kohën, gjini gjërat që ta realizoni.
sepse do ta kujtoni por do jetë shumë vonë. Sidomos lidhje me virgjëresh. Kur mos e lini, çfarëdo që të fritet. Kur mos e lini lidhjen me bricap, shaj edhe zhëja, ju bëni si do e barazëmëstuaj. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj jave, nga data 3 deri në datën 9 gusht 2026. Por para se të ndahemi bashk, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz, siç e shikoni atje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke blerë paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes dhe më pas shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Nëse nuk e keni gjetur veten, dërgoni emailin atëre dhe neve t'ju shpjegojmë se si funksionon shërbimi dhe si të merrni përgjigjet ose si të merrni parashikimin drejt për së drejti nga WhatsAppi. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe juve dëshironi të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas ndiqni hapat e dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Nga unë Rëpulla, ditë të mbar, javë të mbar ju uroj në çdo aspekt të jetës suaj. Jetë mirat.